Grupi kriminal me bazë në Vlorë i goditur nga prokuroria e posaçme që thotë se zbardhi 2 vrasje dhe disa tentativa për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Përdorte sistemin hawala për lëvizjen e parave të krijuara nga aktiviteti kriminal. SPAK është duke gjurmuar këtë sistem në bazë të dhënave që dolën nga zbardhja e komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC. Ky mekanizëm financiar i konsiderohej i sofistikuar nga hetuesit. Është përdorur për të realizuar pagesa dhe për të financuar blerjen e lëndëve narkotike në Amerikën Latine. Përmes tij, grupi bënte pagesa të shpejta për veprimtarinë kriminale. Ushuma e kërkuar paguhej në njërin shtet dhe tërhiqej në Shqipëri ose anasjelltas. Nga ana tjetër, SPAK është duke hetuar pasuritë e 8 personave të cilët kanë marrë në hetim dhe kanë lëshuar mas sigurimi arrest në burg, 3 prej të cilave janë ekzekutuar. Në këto hetime, prokuroria e posaçme thotë se ka zbardhur vrasjen e Gentian Çorrit dhe Bledar Bircaj, ndodhur në Vlorë në 2021 dhe përfshirjen e tyre në 4 tentativa trafiku të mbi 1 ton kokainë dhe afro 700 kg kanabis.